Zoti Merkoç, në fakt ju keni folur për lidhjen që Rama ka me Sorosin. Ditët e fundit ka pasur një video që është bërë virale e Kastriot Miftarajt, i cili në 2016 fliste pikërisht për një projekt të madh dhe pjesë e projektit ishte edhe Rama, pra projekti i Sorosit për të ruajtur pushtetin në Shqipëri. Dhe ai thoshte që Rama do qëndrojnë pushtet deri në 2029, pra e parashikonte që në 2016. E para, a Rama është projekti huaj, dhe e dyta, ka zëra dhe jo më larg se mbrëm, Arjan Çani aludoi që Kastriot Miftaraj në fakt nuk u vetvra, por e hodhën nga balkoni. Çfarë mendoni për këto deklarata? Indiri ka folë shumë, ka pas një bagazh mjaft mirë, nuk mund të them se nuk ka pas bagazh, ka pas një bagazh shumë mirë. Ai sa shumë kush mund ta qunte edhe tip që me gjë konspirative, ha? Mos harrojmë se të gjitha çka ka thënë, po duhet të kapësh thelbin atyre ça deklaronte Indiri Kastriot, të gjitha në thelbin e tyre ishin të vërtetuar, nuk ishte gjë të pavërtetuar. Ka që nuk ishte se ndoshta e bëte pak hiperbol, por jo se ishte e pavërtet. Dhe në këtë moment kur ai filloi dhe nxjerrte shumë nga këto i dekonspironte mjaft gjëra të tilla, mos harron se ka bërë shumë deklarata të tilla, patjetër që këta jo, ajo s'është asgjë. Këta dhe ç'dukin. Nuk e kanë problem këta e kanë vërtetuar. Për sa kohë se e njëjta racësh, për sa kohë vran me Meçeun, me batanie, e lën pistoletën aty që ka vrarë veten, këta bëjnë çdo gjë. Nuk e kanë problem këta vrasin. Zhduken, nuk e kanë problem këta. Nuk i dhimbësit njeriu këtyre. Se këta nuk janë se po punojnë për njerëzit. Këta janë të pjesa e tyre. Këta janë për ke pasuria. Çdo gjë këta kanë pasuri, shkatërrim familje, shkatërrim vendi, shkatërrim kombi. Këta nuk njohin asgjë. As Zot nuk njohin. Njerëzit që nuk njohin Zotin. Jo se duhet të jenë besimtar, e shkojnë në kish apo në xhami të falen. Jo, duhet ta besosh me shpirt. Zoti është shpirtëror, nuk është se u fal apo s'u fal. Këta nuk besojnë, në shpirt nuk e besojnë. Këta dhe kur shkojnë që bëjnë ritualet në për kish apo xhamia për festë, shkojnë kot. Po jo se e ndjejnë. Shkojnë për të duk, për të bërë një gjë që se kanë me shpirt. Dhe duket që se kanë me shpirt. Kështu që dhe vrasja, se është e pamundur kaq në tipin që kisha unë e kam njoh. Nuk them se kam njoh. Nuk është se kam pas në një shoqëri. Flasim drejt. Që them që kam pas mikë njërin tjetër, nuk e kam pas të tillë. Njiheshim patjetër. Ka qellu 2-3 herë që kam pi dhe kafe me të, me njerëz të tjerë, kuptohet? Dhe nuk ishte tipi aty që ta bënte atë akt. Se nuk kishte shfaqë ndonjë shenja skizofrenie të flasim. Nuk i kishte kaçi këta. Mënyra se si është vrarë, në atë kohë biles unë pa ta thënë, duhet të ketë një hetim për këtë punë. Se është pamundur të hidhet nga balkoni kaçi. Ishte pamundur dhe po ta llogarisësh edhe trupin që kishte, mënyra klen shumë për dëshuar, por kjo është detyrë e prokurorëve, nuk është e imja. Unë si qytetar, domethënë e shoh në këtë lloj pike. Thash duke parë edhe peshën e tij dhe trupin e tij, domethënë mënyra se si ra nga balkoni, momenti, pse hama, siç thoi, ishte nga kuzhina një nëna e tij ishte e vjetër, e kupto? Ishte nga kuzhina, ky shkoi në balkon edhe u hodh. Është shumë, po të ishte për të hedh, nuk ishte pse u fuste në shtëpi, u hidhte nga shkallët, po të themi. Nuk ishte pse u hidhte në shtëpi. Po thash, duke qenë se ka vetëm një nën qyqare, që e lanë në shtëpi dhe s'kishte kush ta ndiqta, kush ta bënta, ku di unë çfarë them. Janë vrasje të cilat prokuroria dhe këta prokuror që sot janë aty, prandaj them, nuk më japin ndonjë indicie si prokuror. Po ju thoni
Kastrioti, po edhe vdekja u dashit, po njëjta gjë është. Edhe për 10-12 orë u varrosu, po 15 orë sa zjati, u varrosu, po. As i gjos doli aty se si qysh tek nga hetimet. Qa u tha sekondet e para dhe më mrapa u mbyllën çdo gjë. Dhe u qujt, do me dha aksident, në njëndën kohë që nuk ishte, absolutisht nuk ishte aksident. Me atë makinë, me atë formë, ku ka dalë me makinë tjetër, pastaj doli me makinë tjetër, vendi ku ishte, që tuneli ka kamera njërën tjetrën, ka shumë enigma. Thash, ta bëjnë atë. Vrasin, klejnë pistoletën, thonë vrau vetën. Tudhi nga balkoni, thonë hudhi vetën. Qa të themë? Por, absolutisht në asnjë sekond nuk e kam besuar që ka që vriste vetën. Në mënyrë absolute jo. Se nuk kishte tip i tillë. Nuk pat shfaq ndonjëherë në një gjë të tillë, se njeriu sido që të jetë në një moment e shfaq diçka. Nuk e pat shfaq fare. Dhe këto janë ato enigmat. Dhe këto lloj pranojnë grupe kriminale këta. Pranojnë organizat kriminale. Pikërisht sepse këta bëjnë, ai që bën drogë, tregtinë e drogës. Duhet kuptoni një gjë, ai që bën tregtinë e drogës, për të mbrojtur interesat e tij, ai ka lodhën vrasi. Po pse këto që vriten rrugë, grupet që vriten rrugë, rivalet, janë më të pakët? Edhe këto për këtë punë vriten. Kur cënon interesat e tyre dhe ata e shohin që duhet, vjen momenti që duhet të zhdukin, nuk diskutohet. Mënyrën se si të zhdukin ta bëjnë zesën të barta. Që nesër ti të mendosh që kaçi u hudh nga balkoni. Pra ty në një farë mënyre themi që mos të vi keq, ose mos ta respektosh se u hudh nga balkoni. Po si dhe shka që ka balkoni kur? Mënyrë absolute jo. Këto janë organizatit kriminale, këtë kanë që të zhduken. Unë kam thënë, këta nuk na vrasin dot me ligj, e nuk na internojnë dot me ligj. Se u hoq ligji, pa për shpirtet kishte qenë ligji. Jo, na kishin vrarë 70 herë, na kishin internuar, na kishin burgos. Po s'kan ligje dhe janë detyruar pastaj bëjnë këto lloj marifetesh. Se thash, edhe grupet kriminale gjuaja që vritin njëri me tjetrin pikërisht për këtë, për drogën, për parat, për pastrim parash, për trafik femrash, për klandestinët, për gjitha. Nuk diskutohet. Megjithëse janë të gjithë bëjnë njëjtën punë, të gjithë merren me drogën dhe kur vjen puna, ata vriten njëri me tjetrin. Territori, shkelet territorin, dhe këtyre i shkelin kallë, pastaj bëjnë ato tjera. Thash se pa të filluar të nxjerrë shumë gjëra, edhe për Ramën, edhe për Velian, edhe për Sorosin, pa të filluar edhe po nxirrte shumë. Kështu që në mënyrë absolute, unë as e kam besuar se besojnë ai, po është detyrë e prokurorisë ta zbardhë çështjen, jo ta lejë kështu enigm, me që ka vetëm një nën atje dhe s'ka njeri, kush interesohet, e kupton? Megjithëse këtu edhe po të kesh me interesu që ta kur e mbyllën nuk diskutohet. Prandaj them, do Zoti na ndihmo dhe ne një herë fati, ose na ripërsëritet ajo ndihma që na ka dhënë një herë Amerika në 1921 me Wilsonin, do Zoti dhe Trumpin ne jep të lloj ndihme për ta shujt këtë farë, se ndryshe Shqipëria do shkojë drejt degradimit. Dgjoj. Është vërtet që e ka deklaruar Indieri atë lloj lidhje, por në momentin kur ka ardhur Erion Velia në Shqipëri, kam pas debate të mëdha me të, në atë kohë shkëmbeni me email, se nuk ishte kështu, domethënë siç janë sot, po i thjesht emailet kanë qenë atë kohë, dhe unë ju pata thënë që ty të kanë sjell për të ngritur lart, themi, projekti Sorosit. Dhe po ta vesh re, unë kam deklaruar që në takimin që ka pas Rama me Sorosin, në një takim që ka qenë dhe Erion Velia ka qenë takim me Aleksin, Rama ka qenë me Xhoxhin, dhe
në përplasin që kam pasur Rama Velia kanë qenë pikërisht për pushtetin, jo për gjë tjetër, se s'kan ne gjë tjetër çfarë do ndanin se lekët ndame i kishin. Problemi ishte se në atë takim është folur me George Sorosin, është folur për dosjen e cila ishte në New York. Dhe George Sorosi atë dosje ja mbylli, realisht ajo që është hapur tashmë, ja mbylli në atë kohë dhe tha, domethënë që atë dosjen e Washingtonit nuk ta mbyll dot, ndërsa këtë të New Yorkut e mbylli. Dhe atje pastaj ai me Gonigali u dënua thjesht për aferë parash, nuk u dënua për krime të tjera, domethënë për sigurinë e Amerikës, cënimi i sigurisë Amerikës. Gjë që doli më mrapa pas hapjes së dosjes të New Yorkut. Dhe në atë takim ja u kam deklaruar, më duket që Rama është përplas keq me Velia, dhe në atë moment i ka thënë që ty tu pushka top to bof, po unë pata me atë fjalorin e tij, domethënë. Dhe Velia përfundoi në burg, patjetër. Por që Rama është projekti i Sorosit, patjetër që është projekti i Sorosit, dhe Rama kur ka ardhur në Shqipëri ka ardhur me plan dhe projekte të qartë, domethënë për sa i përket Soros. Mos harroni se Rama në Francë ka net me Llami Gekpriftin. Dhe po ta veni re, ç'është momentin e ardhjes, se deri vjet, më duket kur ajo e bie Llami Gekpriftit mori mandatin nga Spaku, ajo ka qenë numër 1, sidomos në bashki një herë ka qenë numër 1, pa firmën e asaj, pa fjalën e asaj nuk u merrte asgjë. Dhe të gjithë janë të Sorosit. Jo pa qëllim kemi diskutuar, kam thënë që ky do sjellë 2 persona në Tiranë që do t'i bëjnë në qeveri, dhe i pari ka qenë Lea Hypi. Lea Hypi, të cilën postin e them me bindje të plot këtë, postin ja dogji Belina Balluku, sepse Belina Balluku nuk ka qenë pjesë e kabinetit 4 të Ramës, për të qenë zëvendës kryeministre dhe ministre energjetikës, por klanet, grupet të cilat Rama është i lidhur, e detyruan që Belina ta rizgjedhi zëvendës kryeministre. Sepse unë po ta thënë që Lea Hypi ka pas postin e zëvendës kryeministre dhe ministres jashtme, dhe në 2027 kur i bie zgjedhja e presidentit, Rama të kalonte në presidencë dhe qeverinë ta merrte një femër. Prandaj ai deklaronte që do jetë femër zëvendësja ime. Ku të gjithë këta tjerët u kënaqën, u filluan luftën brenda njëri tjetrit, qoftë Belinda me Spiro Palin apo me këto tjerët, filluan ato luftat e brendshme se menduan se do jenë këto. Në të njëjtën kohë që ai kishte në plan një person tjetër. Dhe Lea Hypi nuk vinte për asnjë gjë tjetër përveç se e dërguar e Sorosit në Shqipëri. Pra, ai nuk mund vendosi absolutisht askënd në postet kyçe përveç se njerëzit e Sorosit. Ai e ka blinduar, themi, qeverinë e tij me njerëzit e Sorosit. Dhe fatkeqësia më e madhe është se njerëzit e Sorosit janë në të gjithë politikën shqiptare. Nuk është se jemi në një vend të vetëm. Dhe që ky ka lidhje me organizatat kriminale, me drogën, kjo nuk diskutohet dhe është e vërtetueshme. Si e vërtetojmë? Gjithkush mund thotë, po si e vërtetojmë? Po si është e mundur që një njeri, për shembull, që vjen pas një lloj karriere, as një lloj veprimtarie, një kalama, vjen me vota, me 20.000, 30.000 vota, ku diun se sa merr një kalama, që s'ka asgjë, merr ka vota më tepër se sa kryeministri. E kuptoj, dhe kjo tregon hapur që është lidhja ndërmjet krimit të organizuar edhe vetë Ramës. Dhe ata kur nxjerrin dikë për të fituar ato 20.000 vota, ata nuk është puna se nuk e bënin dot deputete edhe me 10.000 vota, me 15 apo me 12, po problemi ishte se ata donin për t'i treguar Ramës si ne komandojmë këtu, jemi ne ata që vendosim këtu. Pra në një farë mënyrë për t'i treguar dhëmbët Ramës. Kështu që Rama
Unë kam thënë që ndasmin e Alex Sorosit dhe Rama nuk ka vajt për dasmin, se ajo si ishte për dasmin, nuk u bën ai dasm atje. Atje ishte thjesht mbledhja e kavalës dhe Sorosit, qoftë edhe mbledhja e masonerive, të mbledhur atje dhe për të shpalosur atë vijimshërinë e tyre me njerëzit e tyre dhe jo pa qëllim thash që Rama është caktuar që të rri si kryeministër me çdo kusht dhe çdo formë dhe me çdo kosto. Pra, pavarësisht se këtij dalin ditë për ditë gjërat, ky mundohet, domethënë ti kaloj, ti anashkaloj, të krijoj, domethënë insinuata të tjera, ta heqë vëmendjen nga një vend në një vend tjetër, nxjerr dikë atje para kryeministrisë të bëj si viktimën, të bëj sikur shahen, se e kanë këta shahin njëri tjetrin, këta nuk e kanë problem këta për ta shahin njëri tjetrin, por në ana tjetër janë bashkë pastaj. E kupto? Dhe këtu tash del ajo pjesa që këta nuk duan ta lëshojnë pushtetin dhe po ta veni re dhe vetë Europa, unë po ta thënë në momentin që u mor Belinda Balluku si e pandehur në SPAK, e gjithë vëmendja e Europës u përqendrua te Belinda Balluku dhe të gjithë erdhën këtu, qoftë me Kosin, qoftë me Van der Lindin, se edhe asaj do t'i dalin korrupsioni, mos e gjithë këtyre Bashkimit Evropian do t'i dali korrupsioni. Unë prandaj ju pata thënë që nuk dua të futem në Bashkimin Evropian, se aty është një kooperativë që vjedhet. Ajo nuk ka absolutisht, ajo është drejt shpërbërjes, ajo do shpërbëhet ai Bashkimi Evropian. Leti se këta bën gafe më të madhe, se këta përveç se kanë bërë Sorosin institucion në kushtetut, kanë futur edhe Bashkimin Evropian në kushtetut, Pra Shqipëria e ka detyrim kushtetues si të futet në Bashkimin Evropian. Jemi vetëm vend që mund ndodhi që një kushtetut të tillë të vesh. Domethënë, për mua është skandali më i madh që kanë bërë me ato ndryshime në kushtetut. Aty lidhet edhe SPAK-u, pastaj që këta vendosin ca kufi për të qenë pjesë e SPAK-ut. Ashtu siç kanë vendosur kufi për shembull për avokatin e popullit që ndodh sot, që firmosin pastaj kërkojnë t'i heqin e t'i bëjnë kur ju dalin emrat sheshit. Del ajo makinacioni, ajo marrëveshje që them gjithmonë që këta bëjnë marrëveshje njëri me tjetrin natën, ditën fillojnë edhe shahin njëri tjetrin, natën bëjnë marrëveshje. Dhe është në mënyrë taksative e pa diskutueshme që Rama është jo është pjesë e Sorosit, por sot është caktuar si komandanti, themi më mirë, ose lideri i Sorosit në Ballkan dhe në Europë. Por në Shqipëri nuk diskutohet që ai është, nuk kam asnjë lloj dyshimi dhe ju pa ta thënë që domethënë ky do mundohet me çdo formë, çdo kusht, nuk di domethënë, ky do bëj çdo gjë vetëm për të qëndruar në pushtet. Do bëj të gjithë makinacionet e duhura. Ajo që të vjen përshtypje thash, është pjesa që tashmë edhe Europa apo Bashkimi Evropian ka ngelur pak keq edhe është detyruar tashmë të vi këtu dhe edhe për paqen fiskale erdhi Bashkimi Evropian në të njëjtën kohë që ambasada amerikane nuk ka bërë asnjë gjë. Nuk ka folur asnjë gjysmë fjalë për sa i përket paqes fiskale. Pse? Se para 4 vjetësh kur ky kërkoi ta sillte në parlament, ishte ambasada amerikane që e ndaloi. Në atë kohë kam deklaruar publikisht këtë dhe tashmë ky e sjell paqen fiskale, e sjell në një moment tepër kritik dhe pikërisht ky gjen ato momente të kritike për të bërë këto lloj lojrash, për të hequr vëmendjen. Prandaj i bie detyrë SPAK, prandaj thash ja do jetë SPAK-u në nivelin për ta rritur nivelin e tij, domethënë për ta çuar topin tashmë direkt ke zyra e Ramës, se deri te paradhoma është, po ta çoj direkt ke zyra e Ramës. Sepse këtu janë aferat të cilat qoftë edhe ajo e armëve me izraelitët, por kemi portin e Durrësit. Unë kam thënë porti i Durrësit do t'i haj kokën çdo kujt që ka durrët aty mbrenda. Sepse është pika strategjike e Shqipërisë, por jo vetëm aq, por duke qenë pjesë e NATO-s, aq më tepër duke e paraqitur dhe Amerikën si partner strategjik. Ky partner strategjik nuk mund të lejojë ty që në atë port që është bërë në Porto Romano, e pare që ka një sipërfaqe shumë të vogël se sa porti i Durrësit. Real, dhe pjesa tjetër aty qëndrojnë pllakat tektonike, që nuk lejohet domethënë të bëhet port. Nëse e mbani mend kur ka rënë tërmeti në Durrës, e gjithë zona aty ka qenë më e tmerrshme. Ke kneta që ne do sa i themi knet, domethënë.
Kekneta ka qenë e gjithë ai tërmendit. Kështu që këta do t'i haj kokën, këto do t'i hanë kokën. Mirë, po do t'i hanë kokën edhe ato aferat që ka bërë me drejtuesit e Bashkimit Evropian. Se për çdo tender, për çdo gjë, ata kanë qenë pas Ramës, themi. Apo themi këshilltarët e Ramës, përcaktuesit e tenderat. Një nga gjërat që Bashkimi Evropian i ka dhënë si detyrë Ramës, themi, është pjesa e arkitektëve, të cilët ata e futën këtë që duhet të jetë patjetër një arkitekt i huaj, një studio i huaj për të bërë këto lloj kullash e këto lloj gjërash, në të njëjtën kohë që arkitektët tanë vetëm do firmosin, do merrin ato thërrimet e parave, pjesa më e madhe do t'i shkonte atyre. Dhe këtu është ai korrupsioni që ka po Bashkimi Evropian me këtë, po kjo vandelindje kose çka kanë qenë aty marrin atë gjithë për kaq vjet, sepse duhet ta kuptojmë dhe ta themi qartë. Bashkimi Evropian apo Europa është glabruar nga Sorosi. Është glabruar në mënyrë totale nga Sorosi. Dhe këta duan në çdo kusht të bëhet luftë vetëm për të mbuluar të gjithë korrupsionin që këta kanë bërë. Jo pa qëllim, këta janë kundër politikës Trumpit, apo të Amerikës për paqen, jo pa qëllim. Këta duan me çdo kusht që të vazhdoj lufta në Ukrainë, pikërisht në një vend që është në luftë dhe është vendi më i korruptuar. Në luftë është vendi më i korruptuar dhe të gjithë këta, të cilët janë të korruptuar, duan që të vazhdojë lufta, prandaj kanë qitur dhe gogolin e rusit dhe na pushtoi Rusia të pushtoi Europën pikërisht për të trembur popullin, dhe ky popull të trembet nga lufta për mos luftu këta që kanë vjedh në mënyrë lineare, ashtu siç vjedh edhe Rama në mënyrë lineare. Dhe këtu puqen të gjithë ato interesat. Prandaj mbështesin njëri tjetrin, por duke parë parasysh që Amerika i ka vënë fre korrupsionet dhe i ka shpall luftë Sorosit dhe e ka shpall organizat kriminale, tashmë këta mundohen të hedhin ai fjalë, mundohen të bëjnë atë të bukurin, atë të mirin, për vetëm për gjoja për të vajtë në mbështetjet politikës amerikane, por nuk e kanë sinqerisht këta. Këta janë ata që vetëm bëjnë propagandë, vetëm flasin, vetëm bëjnë, por nuk kanë asgjë të sinqert. Nuk kanë sinqert sepse këta janë të majtë, Sorosi është i majtë. Nuk ka gjë. Biles dikush më tha që si është mundur që një i pasur të jetë i majt. Po, i pasur është i majt sepse i gjithë sistemi, ja kam thënë edhe një herë, i gjithë sistemi në botë është sistem kapitalist. Por komunizmi është fundorja e kapitalizmit, është kapitalizmi më i egër. Sepse këta duan që çdo gjë ta kenë vet, ta ketë ajo përqindja e vogël dhe të gjithë të pasurit të kalojnë. Ky është projekti i tyre, të gjithë pasurit të kalojnë të varfër, të vdesen dhe të ngelin këta. Pra, këta kanë një politikë të tillë. Në këtë lloj politike po luftojnë. Dhe në këtë lloj politike prandaj kanë bërë këta edhe heqjen e kombit, prandaj po degradojnë edhe nëpër shkolla. Jo më kot ky, kur vuri ligjin e barazis gjinore, i thash ky ligj nuk është problemi se po vë këtë ligj. Ky do të bëj kashillik, kashi politikës amerikane, kashi Trumpit, kashi gjithë të djathtës dhe konservatorë. Por fatkeqësia jonë është se ne këtu në Shqipëri nuk kemi një parti të djathtë, kjo është e gjitha, që të kundërvihet. Po kur të kundërvihet me fakte, me argumenta dhe me atë popullin të cilit i jep frymën, i jep alternativën, i jep kauzën, i jep rrugën e zgjidhjes. Nuk mund dalësh ti ditën e fundit edhe thosh ky po ka sjell këtë kohë, në të kohë kisha 6 muaj që më dilte goja mbrapa, që thoja që ky do sjellë ligjin e gjinive. I kam qenë personi vetëm me ju, e kemi diskutuar kur presidenti mbajti fjalimin, atë palo fjalimin në OKB, pikërisht për gjini. Dhe absolutisht asnjë nga politika apo opozita nuk folin atë kohë për atë lloj fjalimin që mbajti ai aty. Dhe ditën e fundit, kur ky e sjell parlament, nuk është populli me buton, nuk është makineri me buton që i shtype butonin dhe u ndez.
du ta sqarosh, du t'i thuash, du t'i bësh. Mi po, kur ti nuk ja sqaron, nuk ja thua, ditën e fundit, nuk të vjen njëri ditën e fundit. Po nuk pati, do me thonë, atë pjesën e propagandës, të sqaruar, jo propagandë politike kot, po propagandës për sqaruar njerëzit. Emisionet televizive duhet ishin me fjalimin të paktë minimalisht, me fjalimin bastar që presidenti i Republikës, në emër të Republikës, mban OKB. Absolutisht asgjë. Absolutisht. To media që quhen media kombëtare, absolutisht asgjë, as i fjalë. Dhe ky i shfrytëzon këto. I shfrytëzon pikërisht sepse ky është pjesë e tij dhe këta nuk duan të lëshojnë pushtetin. Programi i tyre është që gjithë Sorosit të rikthehet në Shqipëri. Zyrat, qendrat i ketë në Shqipëri, sepse ka një komoditet absolut. Se thash, tu mungon e djathta. Tu nuk ka djathtë, se konservatorë nuk diskutohet që Parti Konservatore nuk diskutohet që nuk ka. Nuk ka. Po këtu nuk ka as të djathtë. Tu partitë e qendrës. Atë që e kam deklaruar, këta deri te revizionistët shkojnë, nuk shkojnë ke djathtë, nuk shkojnë dot kurrë. Nuk e mbajnë dot. Dhe prandaj Rama qëndron. Prandaj Rama luan. Del si puna Shabanit, që firmosin vet, pastaj jo po ishte me ne, po tash që u bë kundra nesh, ta që doli me Ramën, tani nuk e duam, tani nuk e bëjmë. Po nuk bëhen këto ditën e fundit. Kishe kohë që firmat që ti kishe dhënë për Shabanit të tërhiqe. Para afatit ligjor. Momentin që kalon afati ligjor, bën zhurmë kot. Për çfarë bën zhurmë? Për tregu gjoja pse, sepse dolën emrat e njerëzve, apo vërtetova dhe një herë që brenda PD-s janë njerëzit e Soros. Sepse një i djathtë nuk mund të firmosi Shabani. Një i djathtë nuk e bën dot. Nuk ja bën dot Dora. Po të moralizoti nuk mund të firmosi Shabani. Si? Këta bërtasin gjoja për të djathtë. E të po të shofësh Ina Zhuba, firmos Shabani. O e të Bilik Bashi Shabani, o e të dihet, gjënë po Shabani.